Mirëmëngjesi, Gjanan nga këtu neve në teren që jemi jashtë për të parë nga afër se si është gjendja në qytetin e Shkupit. Si që të seke edhe ti në studion, 23 tetori është dita e luftës revolucionare maqedonase. Një nga festat shtetërore, një ditë jo pune, një ditë pushimi për ata qytetarët të cilët sot e shfrytëzojnë këtë ditë për të pushuar sadopak edhe pse ka qelluar ditë e njëjtë në mes të javës, por shpresoj se gjatë ditës së nesërme ata do të mund ta kapin përsëri ritmin e javës apo ritmin e ditës, mandej kemi edhe vikendin dhe sado që t'jetë do t'jetë një ditë pushimi, një javë më e relaksuar. Ashtu si që se këti mund të themi lirshëm se në qytetin e Shkupit vërejhet një qetësi, do më thënë transporti, lëvizjet automjetave janë më të lehta dhe mund të themi lirshëm që nuk është si ditëve tjera pune kur kemi një trafik të mbigarkuar, duke pasur parasysh nga orët e para të mëngjesit ato ditët kur jemi në punë vërejhet dhe kthimi nga puna është. Por sot lirshëm mund të themi se është një ditë e qetë relativisht. Duke pasur parasysh se sot është një ditë jo pune, institucionet e vendit nuk punojnë gjatë ditës së sotshme dhe shkollat janë të mbyllura. Gjithashtu transporti publik gjatë ditës së sotshme do të funksionojë sipas një orari të kufizuar apo sipas ditës së diell. Gjithashtu ndërmarrja për qarkullim publik njoftojnë se për shkak të festës transporti publik do të lëvizë sipas orarit të ditës së diel. Gjithashtu teleferiku do të funksionoj prej orës 10 deri në ora 18, ashtu që nisja e fundit prej poshtë deri lart do të jetë nga ora 17 deri në ora 17:30, ndërsa kthimi i fundit në ora 17:45. Hapësira për nxjerrjen e biletave do të funksionoj prej orës 8 të mëngjesit deri në ora 14 gjatë ditës së sotme, kështu që ata që kanë vendosur sadopak për të relaksuar apo për të shfrytzuar këtë ditë mund në teleferik dhe tani nga ndërmarrja publike kanë se kur do të mund të marrin bileta dhe si çfarë orari do të kenë gjatë ditës së sotme. Gjithashtu edhe pse mund mendova që do të jetë ditë e njëjtë, ditë pushimi, por gjatë ditës së sotme do të organizohet një garë atletike nga ora 10 e mëngjesit në zonën qendrore të Shkupit me itinerar nga parku Gruaja Luftëtare përmes urës së Gurit, rruga Ilio Vojvoda, trotuari urës Goce Delqevë dhe përgjatë bregut të lumit Vardar dhe Anasjellsat. Zonat përkombësor dhe pjesa e bregut do të lëvizin pjesëmarrësit në garë dhe do të mbyllut trafiku, mund të themi. Njësia e sigurisë së trafikut rrugore në Shkupë do të marrë masa të themi për regjim të veçantë trafiku me ridrejtimin e trafikut në rrugët përreth. Ministria e Punëve të Brendshme gjithashtu njoftojnë dhe apelojnë deri tek qytetarët të respektojnë urdhërat e punonjësit të Ministrisë së Punëve të Brendshme gjatë ditës së sotshme ku rrugët do të jenë të mbyllura, ku do të zhvillohet ngjarja. Kjo besoj që mendova që do të jemi si që ceka një ditë pushimi, por në fakt nuk është ditë pushimi dhe do të kemi një garë që do të mbahet sot në orën 10 të mëngjesit. Dhe kjo është momentalisht një pjesë e qytetarëve besoj që tani më kanë zgjedhur se çfarë do të bëjnë gjatë ditës së sotshme, se si do të kalojnë ditën, kështu që shumica neve ne jemi në punë, mediat besojnë që një pjesë e punonjësve të mediave do të jenë në punë për të punuar ashtu siç je ti Xhana në studio dhe punonjësit tjerë dhe këtu jam unë me zbashku me kameramanin Muhamet Aziri që gjithmonë mundohemi që të sjellim informacione deri tek shikuesit e emisionit Ritmi i ditës. Studio, kjo ishte e tëra të gjitha informacionet gjatë ditës së sotshme. Nëse Xhanan ke ndonjë pyetje lirshëm mund të bisedojmë pyet lirshëm. Nuk kisha pyetje, më pëlqeu fakti që teleferiku punon, kështu që prindërit të cilët janë në punë kanë të mundshme sot televizin me fëmijët e tyre dhe të kalojnë qaste të këndshme me ta duke bërë pikniqe apo duke bërë aktivitete të ndryshme, edhe për turneun apo për garën e cila do bëhet nga ura e Gurit dhe do ketë ndalesë trafiku, besoj se nuk do ndihet pasi që shumë pak lëvizje do ketë trafiku sot. Unë sot e ndjej atë mungesë. Si që cika dhe më herë thash që
Vazhdo? Është do më thonë një lëvizje e qetë e trafikut, kështu që nuk besoj që gara atletike do të bëndë një pengesë të madhe gjatë ditës së sotshme. Sigurisht dhe është mirë që të dalin të gjithë, pasi që edhe ajo është një aktivitet i bukur, një aktivitet ku ne mund të kontribuojmë sa do pak edhe për muajin roz që kemi tashmë, jemi ka fundi